Ajo më tha që po, kam qenë me eskorta. Gjatë kohës që unë isha shtatzan, me bebin që hum me vitin e kalum. Kur kam njohur burrin dhe ai e kuptoi që kam frikë ndaj prindërve, abuzon me këtë fakt se e di që unë nuk flas. Atëherë më dhunonte, më tradhtonte dhe ende vërn, nuk kam guxim të ndahem sepse friksom çka pastaj. Ky njeri çka do bëj pastaj nëse është i aftashin në këtë lidhje të bëj gjëra, çka do bëj mandej. Ti po shuhesh duke shpresuar sepse tham është një marrëdhënie totalisht abuzive. Një dashuri e dy sapioseksualve, dhe sidomos nga ana e vajzës, që është dashuruar me mendjen, me trurin e atij djalit. Në këto momente që nuk arrit dot të ndaj mendjen, sepse kam nevojë për këtë njerëz, jam shumë e lidhur emocionalisht, domethënë jam e varur, mund të them emocionalisht me këtë njerëz. Po që nuk kemi intimitet. Jemi bërë si dy njerëz që bashkëjetojnë dhe ndajnë qeran. Dihet e ngecur. Sikur s'ka për t'ja dalë më. Ndjem shumë e friksuar të ngelem vetëm. Ky është problemi. Ai më shkruajti në DM, ndërkohë që unë kisha nxjerrë të temën, dhe tha: po për ne baballar që shohim kalamaj, ç'a bëhet? Pjesa më e dhimbshme e historisë time lidhet me ndarjen që ka me vajzën. Pra deri në 18 vjeç duhet trimet jome, pastaj nëse jo ma bie dakord. Atëherë duhet fat për mua që ta marrë ta rrisë ta nxjerrë jetë siç duhet.